Po ti hoxh nga e di që do ringjallemi. Unë besoj në Zotin e gjithësisë, krijuesin absolut, i cili në Kur'an na ka thënë se ne do të ringjallemi. Dhe Zoti i gjithësisë nuk flet vetëm se të vërtetën. Allahu i lartësuar në Kur'an përmend shembuj të shumtë për ringjalljen. Zoti i gjithësisë zbret prej qielli ujin, i cili bie mbi një tokë të vdekur. Prej saj dalin bimë të gjalla. Për një fare të vdekur del një bimë e gjallë. A nuk është ky argument për ringjalljen? Po ashtu, krijimi i parë, a nuk është argument për ringjalljen? Se Zoti i gjithësisë ka fuqi na rikthej, na ringjall. Allahu i lartësuar i thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. Duhet kemi parasysh se Zoti i gjithësisë ka krijuar krijesa më të mëdha se njeriu. Ka krijuar gjejt, ka krijuar tokën, malet, janë krijesa më të mëdha se njeriu. Atëherë, Zoti i gjithësisë e ka tepër të lehtë ti thot diçka e bohu dhe ajo bëhet. Po ashtu, duhet që të shkojë në vend drejtësia e të madhit Zot. Sa njerëz në këtë botë bëjnë padrejtësi, sa njerëz në këtë botë kanë bërë krime të mëdha, a nuk duhet marrin drejtësi këta? Patjetër që do të gjykohen drejt në botën tjetër. A nuk duhet marrin këta njerëz të cilët kanë bërë padrejtësi të mëdha dënimin e merituar? Patjetër që po në botën tjetër. Atëherë, dita e ringjalljes do të jetë, dita e gjykimit do të ndodhë, dhe në atë botë ose xhenet përjetësisht, ose dënim në zjarrin e xhehenemit përkohësisht për mëkatarët e mëdhej, dhe dënim në zjarrin e xhehenemit përjetësisht për jo besimtarët. Në atë botë nuk bën dobi tjetër asgjë përveç besimit dhe veprave të mira. Pra të besosh Allahun e lartësuar, të besosh dhe të pasosh profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, të veprosh vepra të mira, të bësh punë të mira. Kjo është ajo që bën dobi në botën tjetër. E lut Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Amin.